Si ke kontaktet me Noizin? Pyetja parë. Pyetja parë. Kozak, e di edhe vetë ti Kozak. Unë e di, po du me të pyet tani. Apo je kurioz? Jam kurioz. Njësoj si që kanë qenë. Bashkëpunime keni më? Kena dëmën nga albumi i fundi që ka qenë, dëmë thonë si nga pa që nga albumi që u futëm nga Shimet, dëmë thonë u bojnë 8-9 muaj. Normalisht të bëjmë muzikë që s'mund. Okej. Kozak të të pyete pak Arkimetin, pse ke bërë pausa me koncertet? Po du me dalë rallë, Kozak. Po tani filloj mas mujit Ramazanit edhe në Tiranë du me dalë pak, si që shetë me Gjigu para 2 javësh, në Tiranë du me dalë pak e sak. Kozak të pyete pak Arkimetin, ku i ke punuar muzikat që ke bërë të albumit? Qa studio? Në Rome, Kozak, atje, kur im në Tech Pro Records, atje kam bërë albumin edhe këtë që dhe bëjt të shi. Të 2 albumet. Po vlla, ata hapim këtë lojën se na çojnë live-in më rëp shtëpi, të na shojnë me 7000 veta live, vinë gjithë edhe tu na kërkuar. Dhe e qaj hapë lojë këtë bu. Mon pranoj se më çojnë live-in i Ngelatri, o vllai, me rëp shtëpi. Më thonë shojnë 7000 veta, gjithë ta turrën tani. Turrën uçi të. Edhe? U Kozak, po. Ka ke qenë o vllai? Nga ke qenë? Isha atje pra në Gjermani. Koncert, ha? Ate, fullër. Full, si ishte të ashtë? O vllai, po ishte 20 euro hyrja, por tani kush jam unë me pagu njerëzit 20 euro hyrja, o vllai. Unë s'jam rikëros, o vllai. Po ishte shtrenjt, në. Ej, 8000 veta live, po shpërndani më çojni 10.000 ma bëni qefin rap. Çojni 10.000 ta kem 10-ën. Kjo është audiencë Arkimet, ty është bësh muhabet tamam të kesh audiencë reale, të bë muhabet si rob, jo audiencë palaços. Çojni 10.000 rap te motra. Kozak sot pyete pak stresin. A ke pasur ndonjëherë për shembull hatërmbetje me këtë Semin, S4M9, që kisha kam pas një intervistë para 2 ditëve. O Kozak, nuk kam hatërbetje, unë me pas të tërmbetje, dijet s'kam hatërbetje me asnjë Kozak. Nuk kam punë me asnjë vaj. Thjesht, dakor. Më fnej gjumë, pak për më qosh nga gjumi. Arkimetin. Kozak thot pyete pak Arkimetin. Arkimet, cilin ke bashkëpunimin më të suksesshëm te albumi që ke nxjerr? Te albumi që kam nxjerr ka qenë të këto dyja, ajo me Zinin, ajo Mama edhe kjo internacional. Sa milion ka shku me Zinin? Po ka shku 1 milion Spotify. 1 milion Spotify, po në YouTube? Në YouTube edhe në YouTube njësoj. Sa është ka qenë me lyrics, sepse s'kishim kohë në klipeve janë ne edhe qumë ashtu edhe ashtu shkojmë me që albumin e nëzorëm vjerë në Spotify, Kozak, pastaj nëzorëm kongët më vonë. E pom Spotify një. Si ka këto pagesa Spotify, o Arkimet? E diti, Kozak, pëse bo fëtë? S'ma me rëpë shumë se di që lekë që ka marrë nga Spotify, bu. E diti se ti ke kënu vetën, Kozak, i qilë. Kam pënu, pas ka marrë një lekë. Rëpë qa lekë që kena marrë, mund të kena marrë $500. Të s'ke morë më shumë? Kena marrë lekë, jo. Po $500, them, po ku t'i qonë sa mund t'ke marrë, burë, se s'kam një shikushmëri në muzikë, burë. T'i qonë, me Spotify du t'me punu, Kozak, non-stop me punu me Spotify. Sa lek t'je për 1 milion? Spotify? Po. Jep 3.000 euro. 3.000 euro? Ok, të pyte pak stresin. Kur e ke ndërmend që t'lesh muzikën? Jo. Ja, Kozak, kismet zotit, vitin tjetër. Me jari I vit, a vashti?
Ti tani jetu nxjerr gjithë të albume, si të legon. Mas saj verës tjetër, kozat, kismet. Jo me dalë moksh, të prem të shtunë, po me dalë. Me shumë në të koncertë më dalë. Kozak thot pyte pak Arkimedin, na trego, a ken do një bashkëpunim me ndonjë femër të estradës? Kam Ne që s'ke po mo. I kam të këto konvet para verës, po është shumë herët me folë për këto. Sepse këto premiera do t'i kem ekskluzivisht para se me nxjerr albumin, se unë t'i jap ty këtu në emision kaq herët. Po me këtë Morenën, nuk e bëmë në muzikë me këtë Morena Tarakun. Morena tash është në për filma botëror, Turqi ka punë me filma, me... Nuk nënë ma, ha? Ka vesh për hobi, ka punë shumë, në shumë të ndaja së muzika. Të pak Arkimedin, Arkimed, si të duk, disi që i bëri muziku vetes. Qa mendimi ke? Po të vërtetën Arkimed, ti je tani du me ta bë këtë pyetje sepse ke 20 vjet që je këngëtar dhe je ke pa e ke prite për cilë dhe du një, po du të ma japësh real, jo të të vërtetën vllai, si të duk, se ti je reper vllai, je me eksperiencë. Shiko, ka dy gjona kjo punë, si që shofën e një do guxim, me bo ato ndaj vetës, dhe e dyta mendoj që ka gabu. Se mendoj që ka gabu, se edhe ti kozak nese ndash për shemull, mos u ndaf shkura, kupto, ti qofsh për jetë për shemull, apo tjetëri ndaj, s'keqa atel aty tash për shemull mendoj unë me fol për partneren, jo po kështu ashtu, ec për para, kupto. Edhe me qenë shumë keq, edhe për shko shumë keq, duhet t'jesh, si të publiku duhet thasësh fjallë më të mira, për s'na ka hije, si që mendoj unë, me atë që ke nda, apo ke nda krevatit s'keqa del me shame, po, kështu si mendoj unë, tash se cili ka mendimet e vetë, unë mendoj që është gabim. Unë jam me ty vllai, i pajtojmë këti lloj mendimi. Unë se kam besu me rëfie, kam kujtu për me airë. Se cili ka mendimin e vetë, për shumë, unë mendoj ashtu, se cili mendon ndryshe. Ti thu që nuk është e drejtë. Unë mendoj që ja, ka që këtë ju. Arkimed, cili të duket reperi më i fort i Kosovës? Një emër do ta thush. Reperi më i fort i Kosovës. Po. O çuna dhe 300 veta kap 10.000 veta. Shpërndani më live-in. Shpërndani ta kap 10.000 numrin atje se nuk rrit dot me 9.7. Anita? Kush është reperi më i fort i Kosovës? Më i forti si, më që është për muzikë. Për muzikë, po seriosisht, jo tallesh. Normal. Shte leje të kozak me e thonë se Kosova ka shumë reperat fort, për zotin. Po e leje se shpi, se njoni është me i forti. Në Kosovë? Po tani ka lloj-lloj, sham do ka sukses, për shembull ka shumë të fortë që paguhen më. Vllai, njoni që është më i forti për momentin, vllai. Për momentin. Si që mendoj unë për momentin Kosovë, që më të suksesin për momentin se Ledri s'ka për momentin. A kupto? Ledri, ja? Po, për momentin. Flasim për sukses, a kupto? Unë e flasë si pas eksperiencë, si pas momentit, a ka kuptoj, këshu, do me thonë. E shumë lartë, Kosovë. Po ti stras, a ke këngë me këtë Ledri? Jo, kena pas dikur ku kena qenë, po shkojmë shumë mirë, nuk i dije, po shkojmë mirë shumë. Me që s'keni bëni muzikë bashkë, da?
Shiko, konga nuk bëhet thirrë telefon, hajde se I ka bëjmë kongë, se nuk lind konga, konga lind kur takohesh, e bë muhabet, ose në studio çela, ne. A nuk e takon herë me të? Po më vllai jam. Lumi Biam foli për ty shumë edhe I kishte fol mirë për mua. Djali mirë shumë ishte. Si ka Edhe kongët më të këtë. Ropë të motra më tha, më ka fol stresi për ty, tha mirë, tha. Ropë të shpit. Edhe shumë djali mirë, kalova mirë me atë. Në mban që flas mirë, mos jam sigur kur za pi asnjë një çfarë po, gjithmonë drejt. Flas. Jo, me vllajin, tema ku kam folë herën për ty. O, një qeta! Përgjithësi. Erdhi një qeta. O një qeta! U ktheva me emisione, me ju grabit famën, se më patëra fama në tokë. Emër kozak. Okej. Arkimet, me kë këngëtar do t'i kërkoje një bashkëpunim? O El Parubi, ku je o Bablok? Bashkëpunim. Po, me këtë do bëje një bashkëpunim që do kishe qef. Me në një që se ke bë. Du me ditë me ronë firë kozak, se sot du me ditë edhe me ko duhet me shkue, se ka herë bo bashkëpunim me një shumë suksesshëm edhe nuk është ajo gjoja që kërkohet nga këta dy repera për shemë, dhe nuk e di, nuk është se nuk di që atë them, nuk kisha preferu dhe më thonë, s'kam kujt I thonë kuptimin e fjallës, nuk... Po mi me një që mund t'kishe, jo, për shumë që mund bëje një këngë, dikush që më thumë, me këtë këngëtarë kisha qef të bëje këngë për qef. Qef të bëje dhe I Jo se këngë, me Emiliano. O Alban, o Bablok, ardhi shoku im Albani, mreti, dhe ta pi me ex për ty Alban. Pikotër, të sot të piqe, o. Dhe këshirëp të piva, o Alban e piva në motra, vesh për Albanin. Kozak thotë, kujte pak stresin shne që këto kohë nuk je bashkuar protestave. Jam gjithmonë aty. Rëp ta kishen. O, Ama men kur vija unë me ty në për protesta. që e një vogël atërë me pucë me moja. Je shumë Shto tjerë. protest se ka qenë kjo, që una kam qenë dhe unë. Okej, Kozak thotë, Ama men kur vishe në Itali, mjekshë në për koncerte, vishe spat. pat në madhër. Në koncerte. Pat. Në nuk shpije, në koncert Torino, kënë Torino, në koncert Rimi, kënë Rimi, Kozaku. Jo, merte rëpt Arkimeti. Për heri thoshte futeni të kurritet e dhoma vetë atje. Foten e mërket hajdot. Rë pa të ardhë herë të ty, rë pa të ardhë tënë ato lek të ble roba, I shkreti, unë tënë lek të funit I bleva roba, se s'kisha roba, bur, se do vija Si pa të bonjoni fkoll me të bardhe, di. Rë pa të po gol më artë ty në në motën. Okej, Kozak thot pyte pak Arkimetin, a je takuar kohët e fundit me Noizin? Ma Kozak me I birë I bjeton jetën. Me ta pysim më vla se që me bërë. Me mua, komunikojmë kena telefona, Kozak, po kam pas shumë punë të mija, se cili ka punë. Jena shqyqër zotit fokuson punë të tonë edhe. Kur njerëzit ka punë, ju bje pak mu pa, se kur s'ki punë e s'ke rrugë, bje ma shpesh. Tani kam I super pytje për ty. Kozak të pyte Arkimetin pasi shumë repera kanë bërë filma, po ti, a do bësh një film? Flasim herë tjetër. E kam seriozisht. Po, flasim herë tjetër. Okej. Kozak thot pyte pak Arkimetin, a është e vërtet që nuk I blen klikimet? Po të shkojnë të pysin, kam qenë 13 vjetë arkiva Shqip, Baldori është transparent, ai kërënari I
Ata I nxjerr gjithmonë të pyesi kushdo, s'ka informacion, shkruaj edhe tregon ai. Prej 14 vitesh kam qenë kanal te ai, tash jam te Foleja. Nëse për përqenë si intervjist, mos harroni bëni like dhe subscribe. Të njerë, kështu. Për emrin tim edhe ju tregon. Kozak thot pyete pak stresin për Lil Kolin. Çfarë këngëtari të duket? Kush? Lil Kol. I talentum. Ajo takon e jërë me atë stres. Luan, kisha lasi! Da. Alban, shaj të borë. Në në motër pallit asi që të qëtë Juana. E rriti lajkën të mi vetë, Alban. Shanomi, mërë. Rë patri dhe kalon pyjtën gjyfë shumë dritë. E hongri Juani. Alban, ta pi dhe I gotë. Arkimet, pyetja tjetër është? Edhe I gotë me fund. Për Albani. Ja, ti rrët me më vdekshin rrë për Albani, shive. Shive sa e kërë gotë. Shive gotë, se thu pasaj është bosh. Që mos më e pi Albani është pa blogë. Okej. Kozak thot pyete pak Arkimetin. Me kë reper shqiptar ose edhe shqiptar I Kosovës nuk do bashkëpunoja kur vllai. Si avde me thonë emër, se s'ka me mro në I herë. Po jo më dha si avlem, se me dhanë, që ka? Nuk bashkëpunoj me këtë dha se s'm pëlqen, që lidhe, nuk ka në I që të keqe. S'kam Ti nuk po e ofendon, ti nuk isha bashkëpunu, se nuk përshtatem, nuk komunikoj, nuk... Nuk kam se, s'kam se përmend një emër, se nështë atë bje I ditë. A, kupto. Me tyth! Ja, po ma jem tim. Në modër, unë vi direkt ma në stek familja, me të vonë seder, me rëpë shpije direkt bëj kongë me ty. O Alban, o vlaj. Rëp ti kreti keni mu, rëp tën shok, tën qunat, rëp ti keni mu. Për herë, për kokë familjes, jo me të bëj shefin, për I keni mu, për herë qunat, rëp. Nuk I keq. O, vla. O Zak thot pyete pak stresin për Olç Nazarin. Për Nazarin ton. O Nazar, a je këtu? Rëpta, je ka shpi këtë qeshme, na? Ka shmik shumë gjona, shumë budon ishe. Kozak thot pyete pak stresin kush të duket reperi Mogango. Përveç miqve që ta mbash për mik, për shok, kështu. Kush duket Gango vllai? O Alban, respekte për atë Luanin, të ja pi dhe I gotë tjetër për Albanin. Kush duket? Alban, për ty 3 gota kam pita, dish Alban. Pa bra. Shkjoa, fjallë e madhe Gango, se shifë dhe pak. Vetëm Gango, nuk me I kuptim dijet që... asjerë, nga kuptot. Me kuptime vllai, djali prapë të burë. Putja dhe një për Albanin. Po, ja fusë edhe një për Albanin, se meriton Albanin. Edhe një, po, putja bosh, se I të pi bosh. Po myrë të uzunin, vdekshëm, ka ardhë myrë të uzunin, Arkimet. Babloku. Super lojtar. Rëpsi djali mirë, për kokë familjes djali thjesht. Tani, a do më këthesh përgjigje, o vlat, lutëm. Po marë birën tjetër për Albanin. Ua.
Pa më vllajin. Nuk e di o vëllazak për zotin. Nuk e di, po si nuk e di më vlla, njoni më vlla, janë shumë, po ti thu unë për këtë, janë dhe tjerët, po ky është për mu. Akrepi. Hajde plasë. Hajde plasë. Ajo më madh ajo. Tani du me të pyet për këtë reperin e ri, ka dalë një reperi i ri valla, ky Leo Masi, e ke ngjuar ndonjëherë? Po, kam një gjuhë. Shumë i talentuar është Arkimet ai, për moshën që ka. Ka njek muzikën edhe vetëm suksesin edhe fokusohet veç muzikë, jo më e rëndësishme. Do, na myti stresi, që na gjuni na i gjithë të marri. Pyte Olç Navzarin. Osemi Dubai, ku je o bac? Ku është Olç Nazari? Së është Olç Nazari? O bac asem, ku je bac? Okej, pyetja radhës është, o Lazim, ku je bablok? Pyetja radhës është, Kozak thot pyete pak Arkimetin, nëse nuk do ishe këngëtar, çfarë do zgjidhje të ishe? Ai që kam qenë, vllai. Qa? Jo, unë them profesion, se tani ne e dim, rrugaç, gango, punë të pista, them profesion. Qa mendon se do ishe, po mos t'ishe këngëtar? Kam posa së dhe profesioni Kozak, përveç se kam qenë shumë i prapë, pastaj muzikë edhe kështu me radhë. Son pra është edhe me shit madh. Kam marrë mirë me këto punë. Them që e marrë, jo. Po mi për shumë pas ke filluar. Kena intervistë bac. Kena intervistë. Abla? Ishmër. Qa ke mangër bu? Ke mangër gjo? Vutja ku e du mangër gjo? Pyetja rallës është Vutja ku e du mangër gjo? Arkimet. Po si është kena hangër. Po si është ke mangër do? Hangër gjo të Arkimet, një pyetje kam tani të fort. Fol. Shumë të fort. Pyetja është, Kozak thot, pyete pak Arkimetin, kush është nga femrat shqiptare reperja më e fort? Po jo me majt krau shoku. Mike Crown, vllai, një është edhe ka qenë gjithmonë edhe momentin e akoma dihet kush është Tajna dihet. Se edhe Melinda është blindër, më e fortë është Melinda. Okej, unë po jap mendimin tim. Po gjithsesi, mira janë të dyja, po Fronin e mban apo ma kjo tjetra. Po jo, ja ka marrë Melinda Fronin. Ka shku Melinda ka marrë, fap ka ikër. Tajna një shumë. Të gjona që ndodhin mes gotave, do me thonë sot në industri, nuk jam i fokusu me ditë ka bëjnë femrat Kozak, po u jap mendoj une. Kozak. Okej. Pyetja është Kozak thotë pyete Arkimetin, përderisa ka bë burg, tani është amnistia për gjithë çunat që janë tu u liru, lirim të shpejt i japim krejtve dhe dalçin një orë më parë për kësaj dërë. I shohë ty e po. Pse? A është mrena Sergio? Po Sergio Mimini. Ka punë.
Shqip që i kësi mesazh. Tu të paja, më vdek vlaj. Ta veta ke live a ne t'jem stres. Se nuk e... Remi. Le, thot me gjo, bac, thot me gjo. Sa veta ke live? 3.000. Sa veta ke live? Të shku. 3.000, 12.000 kam unër. Ti këtë punë bë mërë kozak, ti kësaj punë e u, se më kësaj punë për shkak. Po i na Jo, ti edhe me adres të re. Ti edhe me adres të re ti. Jo, edhe me adres të re. Po. Okej. Arkimet, cili ke qenë disi më i fort që ke pasur ndonjëherë në karrierën tënde? Disinsekt. Ha? Okej, do të pyetje në radhës. Kozak thot pyete pak stresin si ka muhabetet me muzikun. Shkemi mirë, më shumë kam raporte mira kam me Getinja, do më thonë. Me respektoj që të bëjë Getinja që kështu. Ajo taku në me këtë muzikë? Po më në kara shpesh, normalisht shkemi mirë. Se janë mirë kaq. Se me Getinja kam më shumë komunikim në përshpyrë, do më thonë. Për të kam qenë komunikim gjithmonë më shumë. Ma respekt e ke fund janë vlezëve. Normalisht respekt. Nuk e taku në jero stres me këtë muzikun, kurra? Po mor vllai jam tash kena rasti shpesh. Të thash respekt si për të Getin, se me Getin tash kam më shumë raport mira, kuptimin e fjalës jam më shumë i afrueshëm me to, se sa me këtë. Në fund fundit tash të bëjmë vllazën edhe kemi respekt. Kozak thot pyete pak Arkimetin si e njohur me Lumi Bin. Dhe më e men, ko shumë e gjatë. E njeh para shumë vite shoh. Ko shumë e gjatë. Nuk e më e men. Si. Mos bëj shumë Kozak, se nuk po një gjë në ka vesht, kur pe. Kozak thot pyete pak stresin si ka kontaktet me Feron. Mirë, para 1-2 jave kemi qenë në Tiranë, jemi taku, kemi janë ritar, me miq përbashkët, kemi taku para 2 jave, kemi janë ritar, shumë mirë ishte. A do ketë më në i bashkëpunim me Feron? Po dhe mund të ketë, gang, është të mirë. Qënë i mirë Feron. Arkimet, pse nuk e bërë në i bashkëpunim me Tajnën? Pyetja. Kuj dietës. Kozak të pyete Arkimetin, a është e vërtet apo thashe theme që ke këngë me Baby Gangun? Shikoj. Jo, nuk e kemi, po kemi shumë plane me Italinë. Në gjithmonë atje, do më thonë, kur një nana aty në zonën e tyne rria aty me çunat, edhe tash kur t'i në Itali do jem atje, edhe normalisht do kem me repera shumë të folë italian, dhe rrallë. Do të merr një vesh shumë shpejt Kozak, para se të afrohet data lançimit të albumit. Po me Finemin, a do ketë në i bashkëpunim tjetër, se dy këngë që keni hitër, Gazin fund për veti, janë këngët më të forta e morë, që ekzistojnë. Zali. Janë të fortë, janë tonë pavdekshme. Pavdekshme, Gazin deri në fund i është ajo për veti. Ku ke qenë të atër, Kozak? Se s'moj me, ku ke qenë atër? Se dirë ku kem qenë. Ti që ti po atë klipin qike, si ke pas atë këngën. Jo, qike. Por, si ke pas, prit, dritë e belin qike. Në vrikës. Duhe me në, më super me të. Jo,
Kjo nevrikja kur ka qenë, apo adrenalin. Nuk e di u rëp të motra. Jetë ke pas një kështu nacho 2 me kile, cile ka qenë? Po, adrenaline. Ma, të e shpërtheve ti. Mos harroni bëni like dhe subscribe. Do i futem kësaj muzikë të Arkimet, më rëp shpije. O vlla, unë ju në vllajnë tata, ne flasim drejt. O vlla, Olt Bylyku, a ka qenë aktor të Portokallia më zemra vllaj? Kush? Olt Bylyku. Po mira, i di me kënua. Po edhe unë di me kënumër, më vdek familja, kam nga 20.000 veta që më ndjekin live, o vlla. Kuj ka, ata nuk e shojnë 200 veta live. Po mirë, s'ka rëndësia jo, po una është e Kam fam, jam 69 shqiptar me Arkimet, jam për show, mos pa them t'jem këngëtari i parë, të bëjmë si ty, se s'bëjmë dot. Po këngëtari i dytë bëjmë. Zakja Records. Majni me Zakja Records, Ali. Me rëp shpije do bëjmë këngëtari. Zakja Records, majni me. Ja pra, i bashkëpunim kam për ta marrë unë ty më vdekshin në rëp. Po do ma japësh ti do të vend sikletën ty më vaj për ditë me rëp shpije. Ti ma jep i bashkëpunim, do ma japësh vllai tati, por jena shok që 20 vjet. Po, ai shef do të thonë kur unë e bëj kohë. Rëp tu ta kërkoj live tu para gjithë Shqipërisë, vlla më nimo me i bashkëpunim më burr. Po kozak. A ke po për shkakun kur ti nuk gatu i bashkëpunim si shok. Pa e na rrit bashkë, ma jepi bashkëpunim. Një qo, a ke po për shkakun kur thirrën në kong mua që fus për shkakun bashkëpunim është dikush që se njefti fare, që është bashkëpunim me mua. Am kupto? Po pra, po ti vllai tate? Jo, po që ta dish. Po e di unë, po vllai tate? E të kuptuar. Po pyete mua, pyete Angelën tek Pro Records, se ai është i letra. Po e di unë vllai, me di unë, se di unë, unë di gjitha. Ti e di që unë jam gjallë. Se di kam. Tani vllai tate, ti japësh i bashkëpunime, por ta kërkoj këtu publikisht vllai. Na fut në dhan në rrugë për tajmë dhe ne bukë, o shoku. A do me na shkatru për të njëtën e rëfta, qëta që da edema. Kena tonë në mjë të fuqishë. Nuk e së po nami, o bukë. Për shef bëjë ti. E provojmë në një. Dhe ja marrën bashkëpunimit ti të më vdek shënjëra. Dhe ja marrë se këta je për si a zemër më të mira këti të shokë. Rëp shpije. Dhe ja marrë me rëp shpije. I kam thënë edhe në privat, amon ma epi kongi, kam thënë o vajt në futi në stratë. O vla, Beska Laku ka qenë humorist, është bë këngëtar. Tjetëri a shumë, a jep dhe mu i dorë, ti i dorë i tjetër, ta, unë, o vlaj. Ja, më kësa. Ajo arë se s'do lek nga mu, Arkimeti, e se më vdekshin në rëp, veç nga mu s'do lek shkë. Foto, kene i pyetje tjetër? Po, kam pyetje tjetër. Kozak të pyet e pak Arkimetin, çfarë mendimi ka për Finemin? Po shiko, kur e njoh unë, e njoh pa hyj muzikës fare, kam kupton. E ti vajo dhe ti për një fen. Me çunat me vlezërit e me kena pas vetë përbashkët. Tani e fort. Edhe ja pas para një viti gjysë ja kam treguar këtë ditë sot. Që kështu do shkoj. Ja ke treguar, ha? Po edhe ati, kam thënë kështu që është para mas janë 2 vjetë është tash qoro, dhe jetë të situatë, se u shifte e vrulli. Ta dha? Kurse ty o Kozak shof, e ti ku të shof ty unë, Dubai duke jetu atje. Majt. Jo, në Dubai. Të si i Dubai. Jo më vaj, qa du në Dubai, po si ki në Dubai, kur më vaj, qa du në Dubai. Po ik jetu atje, për një pikca vite. Që ti ki në Dubai ki këta që fshenë, o vaj, që po kam në Dubai. Po jam mirë të unë alijas, s'probleme s'ka me njëri, kujt në qafë, si bi, në hak, si bi, kujt. Edhe qa njof, flas, bëj mua bet për qef, s'mere me bela, që do ikëm, e fshivem, fshihesh ku ke halë, shoku. Pe më Kozak i levë të vura pa fodet në prishës, duatë. Kozak thot pyte pak stresin, a ka me bo në herë bashkëpunim me BM-in?
Në kozak të janë pyetje budaleshe bote për Zotin, s'di, ja u bëj 100 vetave këto pyetje për Hakimi ata, jo pa Hakimi i fol atina të rruga ura, jo pa ati të përcëlonin a i dit. Pyetja vlla e Hakimi. Që, shtroj pyetje. Jo më jo s'ka në gjë, jo për ty e kam si do me bëjmë emisionin, shtroj pyetjet ma. A do mu gjujt ti o lalt për urës kuksit. Pa ishe gjujt, a ishe gjujt. Okej. Kozak thot pyete pak Arkimetin, a mban Ramazan? E kam majt natën e parë që e kam hap, edhe nuk kam pas shumë vështirë, tu mundu të shpise majnë, për edhe natën e Ama Ramazan, ma menet mash Ramazan. Nuk kam mujt me majt, Kozak, tash e hapa, nuk kam mujt, po mundohem me dhone. Po mirë, qa është kjo dita funit që thojnë me majt ata jem E rregull? majmë gjithmonë, jam i rregull. E si ka me besojnë Zot atë, s'pres me më gjyku as kusht tjetër përveç atij, kuptim e fjalës, shpresoj për këtë fesë. Kozak thot pyete pak stresin, a ka pas në herë takim drejt për drejt me Sali Berishën? Në 1997, kur isha klasë parë, klasë dytë. Me ka po shaka, tani i madhe, rëf ta ke pas në herë takime dhe Drejt për drejt, 97. Me net me Salën në a kupton? Po pra këtu e kam pas, 2 hapa. Qa thoshte? Jo, vëllai, ishte punë të veta, unë kam qenë aty që po fliste, kam qenë, e kam me video, me foto, kam qenë fëmi. Aja ke numrin në? Po, Pa blog është? Njëshi. Leqa, Kozak thot pyete Arkimetin, Arkimet, çfarë mendon për reperat që bëjnë dise, do me thënë që dikur ti ke pas qenë ti e burë që ke pas bëhe, sherre, gjona. Çfarë mendimi ke për këta reperat që kanë hy tani me këtë rrymën që sherre, dise, zhurmë? a me më të bëjnë dise... A krahasohet me kohën e juve? Jo, du me ditë, a krahasohet me epokën e juve? Jo, s'ka shans, edhe pak jo, s'ka shans, haloja s'ka ndalë që shi budalesh. Ty nëzirë, ma të përbarum, shë janë të dalë ma të përbarum, atë ka qenë tjetër gjasë. Ka pasi koha juja stres, a? Shku është mërë Kozak, po ti se kupto, ti kujto se kemi nejtë gjithë Jo, s'vje mo me rëpë shpi, nojë si stres, që kanë poshtë. Jo, po s'vje mo as i koha dhe jo, të koha Kozaku, del koha Rasaku, del tjetri, me audienцën edhe ti se s'ki për taj gjithë jetën këto. Ma merë do të më Arkimeti, kam 11.000 veta live i orë, a la janë 11.000 veta pa lujtë. Po hynë këtu s'del marë. Do dali i ditë, do dali dikush tjetër si puna jote, ta kam Ka Kozak tjetër, nuk del dotër. Ama men çam ke rroft ama men 2018 kur s'kam qenë i famshëm edhe më fusje live. Ama men. Ma e men. Të shpis kam pas qenë për qenë i famshëm. Më fuste stresi për herët, i dosha më fut në herë live, më fuste herë. Ako do mu bote e shefi, shia, motra, në vla. Ziku mu kisha i. Okej. Të tash s'bëhet qefi, thonë qunat. Po tani më bëhet qefi, po tani të kam byra zert, kam vllabur atëre. Normale se rrit, step by step. Edhe më të vegjës, ti ke qenë më i madh se ne, o vlla, sa vjet ti je 7 vite më i madh se mu. Kur ke qenë ti 30 vjeç, unë kam qenë 20. Po ti e ke tregu vetë. Ai kështu më Kozak, na i gjo pyetje tjetër të shpejta, kjo më që fuqja më të mëngë gjatë. Po El Parubi erdhi, o stres. O Eli, ti unë gjatë. Pyetja radhës është. Me Elin, Kozak thot pyete stresin, kam koqe një. cili ka qenë sa i paguar në koncertin e parë. $350.000. Ama po ta është.
like dhe subscribe dhe mos harroni të aktivizoni zilën për njoftimet më të reja. Ku? Në Kamës. 350.000 lekë. Jo, 500 euro ka qenë. Më ka dhonë do. Nuk pa Nuk beltoni. unë gjove, vllai. Ka qenë pa beltoni, këno ishin gjithmonë reperat emergjente të momentit edhe 500 euro ka qenë, jo 350, 500 e maj men. 500. Koncert në Kamës, thot një. Po ti Kozak, sa ke morë për herë të parë Kozak? Rëpt për herë të parë, nuk do të rrejmë, vdeksh familja. Kam marrë koncerti parë. Koncerti parë, kam marrë 1.000 euro. Asillojimi i Europë, asillojimi i Europë, ti për herë të parë koncert, ke ardhë me mu, masi ke nxjerrë këngët, kom by, Jo, aty kam qenë pa lek, po, ti më ke nxjerrë për herë të parë, ta angsha zemrë, më ke nxjerrë. Pra të shi. Ja, po, është e vërtet, më ke nxjerrë, me rëftë e motra, i ke për kratit, më të kam thonë për herë, pëse ta kam mundë në jerë poshtën ty, më vdek familja, më thuj i rasët kam prenë bes për gjithë të vite që më njef, atë kam prenë në jerë në bes. Unë, personalisht. Kur, as kam për të pre edhe në botën tjetër, s'kam për të pre në bes. Tani në botën tjetër se dim, po, këtu jo, jerë. Kozak, a kena i pyetje vlaj? Po, kam. Kozak, pyte pak stresin. Pse nuk vjen noizi tek emisioni Kozaku të vllai? Si e menon ti si Arkimet ma thuj këtë, po ma thuj tamamër. Pse nuk vjen më dha i herë për respekt, më dha ka arqit e strada, më dha hajde i herë, më dha ta marrim një intervist. Ma kupton? A do të vërtet, bovni gati. Por, Si e mendoj unë? Ha? po, S'ka përtar në herë. po pse? Kështu e mendoj unë. Asnjëherë nuk ka si gjatë pa mundur Arkimetra. Lal. Po pse nuk vjen, ma arsyeja më vllai, se ka shku për shembull në shumë lloj intervista. Pse nuk vjen tek emisioni? Po marr ty dëgjon, nëse më thon më thuj aty. Jo, po thjesht tu me të pyeta më. Jo, më zëma vllai, unë thjesht po të pyes pse? Si? I tha jo goca sot negës, që do një me pi, sa jemi negja dyet bulla pata, të se unë nga ma jemë më zoj, sa piti. Kujtitare, më Negja, Emiliano. Me robë shpije. Se, a ka arë nga Anglia? Po, i tha pata, a duke mi që i të i në i kamarjera, po piti mua ata, se unë kamarjera. Tani pyetja rrallës është pse nuk e bërë në i bashkëpunim me Dudën? Me Dudën, si ke punë të? Shikoj, jo më njof. Po, e njof që nga ka ra për i hajtë se kohë, për ofër shumë djali mija. Edhe kaq, po s'na ka ra se këtë, si me thonë, këtë tjetër krah, më thonë, muzika ta ne, s'na ka ra. Po, mirë unë se ti bo pyetje me spes, po ti a ke këtu live ke thonë ke bo beqe se përmendi ma zine. Jo, se jam të e përmenë personalisht, unë kam thënë për një intervjist kam e Po që rëndësi ka është intervjist, a ke bo be? Ti mos ta përmenu një intervjist, po është reper. Ke bo be, Po pra kam bo be, po nëse më të i thënë që jam të pyt. Ata janë Noizi, Ledri, Finemi, këta repera për kështë përshin të pysun, po që me të pyt ty? Po të pyta për këta, i bje kotë. Që ke thonë si janë famë, ha? Jo famë. Oj, zëti më lë. Për rëpte e motra për famë, TikTok, për kish lagjet, kam 12.000 veta, 2 orë të live më burë, si. Qa fame do ti më? 12.000 veta të pa? Pa shakokën e familjes 10.500 i ke tani, pa lujt venit. Pa lujt venit, 12.000 veta, 10.500 veta, nuk janë pak, është edhe televizion të ke, që punojnë 500 veta për ty, nuk i ke. Famë.
Jo më dha, unë e përmeni se është për të Hajde laqa Kozak, para dite. Por, Po do vish? do e më arë që sotën, por, si s'do vi. Sa kë ke? 11 kë. Qa do të boja unë tani në i pytje ty e bërë? Hajde Kozak se do Nuk unë gjove, Pablo. të vizim. Do të vizim edhe ne Kozak. Ja rrim dhe 5 minuta dhe i kur dhe i trabi. Mirë, Respekte që na erdhe, faleminderit shumë rëp të shtëpis. Shumë respekte, Pablo. Respekt është. Me një qetën, a ke fol me Fabio nër? Po, sot kam folë, flas për vetë. Da thot një qeta. E qa thonë, pse tutet me të bon pyetje? S'ke frikë olla, pyet qa dushë, Kozak, ku se kam Jo, problem. mos e më vllai ç'a pyetje, ti bona pyetjet olla, ç'a me të pyet, më kena jore ca. Kam bë pyetje, ç'a pyetje me të bë mor. S'ka më më pyetje, ç'a me të pyet. Tani vllai du me të pyet shoku, kur do nxjerrësh në një super hit vlla. Kozak, mbas mujtë Ramazanit, dhe jem në studio. E ditë mbyllëm. Dhe është studio. Do Arkimeti vjetër o bisha. Do shohim gjona qa kena, këto s'kena edhe. Dil pak pra se ke lën fare ato kongët që ke pas bë tirë. Kena rrit me kongët e tuja. Do t'i bosh ato si këto mos u dorzohe stili atyne. Do përpiqemi Kozak. Tani i bashkëpunim vllajtat, dhe a japësh. S'mo t'jallë Kozak. Po pse imagjino me rob shpije me imagjino me vdek ti edhe me mgjet me rak mu pastaj si se Rob me rak, pa le vdesi më ma jep se do dalin gjatë, do dali lukat natën, në vdek familja. Edhe nojzi, nëse s'vjete intervista, larg qoft, me vdek ka me i dal natën tu e pyet, më vdekshin në Trojni këtë lajë. Natën ka me i dal tu e pyet në gjumë, më bitë. Por ka me pyet në gjumë, atak, më vdekshin rap, di vdekëm. Kozak. Ja, Pablo. S'ka ju as një live Arkimet, i kanë mbyll gjithë live-et, gjunafer. Pse? Po jam unë me 12.000 veta live më bu. Kisha lashit. Kush me ju live më. Po bona intervista jam i forte, burse. Për këtyne jam ku jam. E vesh për ato jam këtu ku jam, se s'do ish, unë s'jam i famshëm për budalliqe. E ty po jam kuriozu me të pa ty e vllai. Unë jam shumë kurioz me të pa ty në Big Brother, qa do bësh aty. Po si nuk marrin atje te Big Brother, më vdekshin rëp. Po nuk marrin më valla këtu, po nuk hyjnë te Kosova te këtu, vesh te kjo Shqipërisë. Vesh te Top Channel hyjnë në babla. Jo, më Vesh te Top Channel me o Semi Dubai, o pasa se. E vetëm atje kisha hyrë. Po çuna, keni për çdo 2 ditë intervista me më të famshmit e planetit. Çdo 2 ditë. u jepi, jo. A për një me ke, ja? Do t'jap gaz, do punoj fort. I jepi gaz, vaj. Berlin. Kozak, e dum fort Kozak, për kjo. Tansha zemër, respekt, shumë faleminderit që ishe pjesë. Se ti s'ke ju as live me morë. E qika. Ja, se jam gotër, për ty, nga që më the, edhe... atë vi takoj qik nesër. Qyve dhe... Tani do ma japët pas punimin në vajem. Amanër më burë më fut në rrugë, po ta kërkoj publikisht. Bojnë fjallër, ty, u s'bojnë fjallë, hajde të qasim nesër, hajde.
Kësha zemre. A mone të më japë rrugë, a mone të më jetë të bashkëpunim. Na, shëtuj me kile, pasake në Martine. Ma i magej, do bëjmë i kongë shumë Nëse ju gamora, pëlqeu më video, mos ftikshërë harroni bëni gamora, like dhe subscribe, atë shihemi me videon tjetër.